Jozi zhduket pas incidentit me gjestin. Grushti që i kushtoi shumë. Pas situatës që tronditi publikun shqiptar gjatë spektaklit Big Brother VIP, ku Jozi Marku goditi me grusht banorin Gjesti, rjeti ka qenë në zjarr. Por në vend që të kërkoj falje, të jap një reagim, apo të qartësoj situatën, Jozi ka zgjedhur heshtjen totale. Dhe sot, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Llogaria e tij në Instagram rezulton e mbyllur. A është ky një vendim personal për t'u larguar nga presioni publik? Apo llogaria i është bllokuar për shkak të raportimeve të shumta? Deri më tani, nuk ka asnjë sqarim nga vet Jozi apo ndonjë përfaqësues i tij. Kujtojmë se menjëherë pas incidentit, ai është shoqëruar në komisariat. Pas dhënies së dëshmisë, është proceduar në gjendje të lirë. Por ajo që të gjithë e vun re ishte fakti që, pas aktit të dhunshëm, numri i ndjekësve të Jozit u rrit ndjeshëm. Dhe kjo ngjalli debat. Pse një akt dhune i sjell më shumë famë? Apo e normalizojmë agresionin në televizion? Në rrjetet sociale, ndjekësit janë ndarë në dy grupe. Disa që e kritikojnë ashpër, disa të tjere e mbrojnë me pasion. Por tani, me llogarinë e tij të mbyllur, një pyetje qëndron pezull. A do rikthehet Jozi për të treguar versionin e tij? Apo kjo ishte fundi i historisë së tij publike?